Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku vendi ka patur zgjedhje para pak javësh, ndërkohë që do të kemi dhe raundin e dytë të zgjedhjeve për bashkitë, për zgjedhjet vendore, dhe mbetet për të parë si do të pozicionohet dhe si do të dalë nga këto zgjedhje, nga ky balotazh partitë shqiptare. Nazmir Rashidi, analist në Maqedoni, na bashkohet në këtë moment. Faleminderit që jemi me ne. Faleminderit, Nazim Rashidi. Ndjes. Sa i takon situatës zgjedhore dhe situatës së balotazhit, me sa duket kur gjithë kandidatët që kanë dalë në balotazh po punojnë në terren për të fituar atë komunë ku kanë dalë shumë afër me kandidatin e partisë përballë, shohim që ka patur edhe skandal sa i takon AKI-s. Po flasin gjithë mediat atje, ka patur akuza, çfarë po ndodh, pse po njolloset edhe shumë faktori shqiptar në Maqedoni? Po shikoni, duhet parë në kontekst të garës elektorale, mendoj që mendësia politike nuk është që dallon shumë nga mendësitë politike Ballkanit ose të shqiptarëve në gjithë rajonin. Megjithatë, edhe kur e them këtë, duhet patur një rezervë, sepse këtu të gjithë kanë pranuar që deri më tani fushata ka qenë jashtëzakonisht korrekte, madje ata që humbën e pranuan me njëherë humbën, dhe në orët e para 2 javësh çdo gjë ishte e qartë dhe të gjithë treguan kush fitoi e kush humbi. Sigurisht tani është balotazhi. Në balotazh përforcohen pak tonet dhe këtu ndoshta bie në sy ajo që ju thoni një lloj tensioni, dhe sigurisht kur ka tone të përforcuara, disa prej akuzave mund të jenë më të ashpra, por përveç kësaj, ajo që vjet re ditëve të fundit është një lum i madh mediash online, të cilat në përditshmëri normale nuk do të ekzistonin, tani kanë dalë si këpurdha pas shiut, dhe ata po bëjnë edhe një kakofoni informacionesh, gjysmë të vërtetash, ku në një farë mënyrë tentohet të ndikohet elektorati se për kë do të votojë. Megjithatë, deri më tani duket se kandidatët vetë janë më shumë në terren, komunikojnë me njerëzit dhe sigurisht bëhen edhe ato kalkulimet mes subjekteve maqedonase se kush kë do të mbështes në raundin e dytë. Po të lexoj vetëm 2 emra. Ardi Ismaili nga AKI në Tetov është takuar me Katka Bozhinovska. E rëndon kjo bilancin e shqiptarëve kur po tentojnë ditatitës të ripozicionohen në skenën politike dhe në këtë situatë zgjedhore atje, në këtë situatë balotazhit të dalin akoma më mirë dhe të rëmbejnë, më themi, drejtimin e sa më shumë bashkive që të ketë drejtues shqiptar. Për të vënë publikut një lloj konteksti, në Maqedoninë e Veriut nuk ka, sidomos në zonat ku banojnë shqiptarët, nuk ka subjekt politik shqiptar që nuk ka fituar pa votat e maqedonasve, dhe nuk ka subjekt maqedonas që nuk ka fituar pa votat e shqiptarëve në një kontekst tjetër elektoral kur kemi të bëjmë zgjedhje të përgjithshme apo presidenciale. Kështu që këto bashkëpunime janë ose tentohen të përforcohen pikërisht tani se kush nga subjektet maqedonase do të votojë ose do të mbështesë subjektin shqiptar. Por kur e them këtë, këtu merr një ton tjetër e gjithë kjo garë, sepse për dikë, për partitë e opozitës, këtu konsiderohet që VMRO-DPMNE-ja, që është kryesuese, që ka kryeministri, nuk është në favor të shqiptarëve dhe bashkëpunimi me të mund të ishte i dëmshëm tek elektorati shqiptar. Nga ana tjetër, është një parti që quhet Levica e Majta, që edhe se ka emrin e Majt, shpesh ka deklarata kontroversiale që shkojnë në ekstremin e djathtë, që është anti-establishment, që është anti-NATO, anti-Bashkimi Evropian, dhe pikërisht këtu, nëse një subjekt politik shqiptar do të bashkëpunote me ata, mund ta dëmtojë elektoratin. Por këto janë pjesë e atij tensioni që po shfaqet se kush me kë manipulon opinionin ose votuesin dhe kush me kë do duhet të votojë. Pra e gjitha është pjesë e një finishi elektoral në ditët e fundit ku të gjithë mundohen që të bindin jo vetëm votuesin tradicional, por edhe votuesin që nuk do të votonte automatikisht për kandidatët shqiptar, të mund të dalin në votime dhe sigurisht të votojnë. E qartë, si analist i pavarur që të kam në këtë bisedë, dua të më analizosh pak faktorin shqiptar. Ka patur akuza për BDI-n, për rezultatin që pati në zgjedhje, për Ali Ahmetin, si u pozicionuar në fakt koalicione dhe si dole nga këto zgjedhje ku shumë eksponent politikës të Maqedoninë e Veriut e kanë konsideruar si një lloj referendumi këtë proces zgjedhor. A ishte vërtet një referendum dhe
u pa se cila prej partive të paktën të faktori shqiptar po predominon apo po mbizotëron, po prevalon në skenën politike të Maqedonisë? Për shumë pyetje e saktë, jo më larg se dje, unë kisha në intervistë kandidatin për kryetar të komunës së Tetovës nga radhët e AKI-s dhe paka shumë të njëjtën pyetje e bëra, a u bë referendumi, sepse pikërisht ky grupacion, ky koalicion pretendonte se bëhet referendum. Ai ishte i sinqert dhe tha që ato gjëra që projektonin sondazhet në fakt nuk ndodhen, nuk u realizuan. Dhe në një farë mënyrë këtu është zhvillimi i AKI-s, sepse pretendonte se jo vetëm që do të fitojë, por do të fitojë me një dallim shumë të madh. Kjo nuk ndodhi dhe kjo është e vërteta. Në qoftë se pastaj grumbullohen votat në nivel republike, AKI-ja ka marrë disa mijë vota më tepër se koalicioni Vler dhe tani gara këtu tentohet e interpretohet në këto shifra se kush ka marrë më shumë vota dhe ku, por befasia e madhe për të gjithë mund të thuhet ishte se në fakt AKI-ja nuk e mori atë rezultat ose nuk u arrit atë rezultat që edhe ajo vetë priste, por edhe një pjesë e sondazheve që e projektonin. Tani në raundin e dytë prandaj edhe tensionet ndoshta shfaqen më tepër sepse pikërisht AKI-ja do të tentojë që në balotazh të dalë fituese që pastaj të mund ta neutralizojë disi argumentin e referendumit apo e fitores të madhe. Thash, në qoftë se mblidhen votat veç e veç, sigurisht ata janë e përsi, por jo ajo e përsi për të cilin sugjeronte. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Vlenit që janë dhe në qeveri këtu në Maqedoninë e Veriut, gjithashtu do duan të tregojnë se në fakt kanë mbështetjen tek shqiptarët dhe do të bëjnë gjithashtu të gjithë pjesën e tyre, duke qenë edhe pjesë e qeverisë, duke përdorur edhe mekanizmat e tjerë për të treguar se në fakt njerëzit janë pikërisht me këtë koalicion. Flasim për elektoratin shqiptar gjithsesi. Tek elektorati Maqedonas dominoi fitoren VMRO-DPMNE-ja, edhe atje ku ka balotazhe, presupozohet se do të fitojë kjo parti, sigurisht do të ketë edhe shumë pak komuna, siç i themi ne, ose bashki që do të fitojë opozita, por kryesisht harta e Maqedonisë së Veriut do ngjyroset portokalli që ngjyra e VMRO-DPMNE-s. A mund të themi se situata e trazuar politike apo e polarizuar politike në Maqedoninë e Veriut është përça dhe sundo, kur shohim që kontingjenti shqiptar është i përçar, ka sulme të hapura, ka sulme, mund të themi, frontale nga njëri tek tjetri dhe anasjella, ndërkohë faktori Maqedonas, kur shohim se si kontingjenti shqiptar është në cilin status ai është, po fiton, po triumfon. Mund ta themi që atmosfera është e polarizuar dhe kjo duhet parë në tone normale, sepse në Maqedoninë e Veriut komuniteti dominant është Maqedonas, po është tek 65%, shqiptarët janë 30%. Dhe ideja e bashkimit jo gjithmonë i kontribon demokracisë. Nuk ka asgjë të keqe nëse ka dy bloqe, sepse shqiptarët janë aq dominant saqë nëse qoftë dhe fiton njëra anë, përsëri nuk është se shqiptarët do mbesin të papërfaqësuar. Mos më thuaj që po fitoj njëra anë e shqiptarëve fiton dhe tjetra, apo është e fituar në mënyrë automatike dhe tjetra. Jo, qëllimi e kisha nëse fiton kushdo anë që do të fitojë, shqiptarët sërish do të jenë të përfaqësuar në institucione. Pastaj fillon debati se sa të mirë janë ata që i fitojnë institucione dhe si do të drejtojnë. Domethënë duhet parë konkurenca politike pak më zemërgjër në Maqedoninë e Veriut, sepse numri i shqiptarëve nuk është aq i vogël, saqë detyrimisht vetëm bashkimi mund të sjellë një përfitim më të madh. Sigurisht ka raste të tilla, siç ishte komuna e Çashkës, një komunë rurale që është në zemër të Maqedonisë, që për herë të parë në historinë e Maqedonisë atje do drejtohet nga një shqiptar. Dhe kjo për shembull ishte befasia e këtyre zgjedhjeve. Ju sigurisht e keni ndjekur, edhe unë kam ndjekur që keni ndjekur. Çajiri po ashtu ishte një, mund të themi, një pozicion apo një komunë me shumë interes. Këtu do të lidhesh, dhe gjithë fokusi, jo vetëm ju, po edhe tek ne ishte në Çajir për shkak të dy figurave të mëdha të politikës në Maqedoni që ishin ballë për ballë, por surprizën e solli Çashka ama me një rezultat që ndoshta
edhe ne këtu nuk e kishim vënë fokusin aq sa duhet, me qenë se figurat kryesore politike, siç tha dhe ju, ishin në çajir. Por kur ndodhin situata të tilla ku shqiptarët në Maqedoni janë në periferi, kemi një rast tjetër të një komune tjetër që quhet po ashtu është komunë rurale, shumë afër Tetovës, domethënë në zonën qendrore të Maqedonisë, Brvenica, ku atje ka një garë mes i kandidati shqiptar dhe Maqedonas, presupozohet që shqiptarët do të bashkohen në një rast të tillë. Kështu që këto elemente nuk është që nuk ekzistojnë kur krijohet konteksti, por në një tablo më të gjerë, kur të fokusohemi një çik nga një aspekti më i gjerë, konkurenca politike nuk është e dëmshme dhe le të ketë sa më shumë ide. Kjo i bën të gjithë më të mirë. Edhe politikanët që janë në opozitë apo bëhen më të mirë, pushteti ka më shumë presion që ta ushtrojë pushtetin më mirë, kështu që nuk ka dëm nga kjo gjë. Si shikon ti pozicionimin apo komunikimin apo raportin mes krerëve të partive politike shqiptare në Maqedoni? Shikoni, ka një antagonizëm në momente të caktuara. Këtu skena politike ka pasur lëkundje. Ne kemi një situatë ku një nga figurat kryesore të politikës tani që është Izet Mexhiti, që është një nga figurat e Vlenit, që është në qeveri, në fakt doli nga BDI-ja dhe ai ishte figurë po aq e madhe e asaj partie. Dhe sigurisht kur shkëputesh nga një parti, nga një subjekt i madh, presupozoj që ka një lloj antagonizmi. Pjesa tjetër e opozitës pastaj mundohen figurat e mëdha politike edhe t'i sulmojnë me qeverisjen që mund të ketë ekzistuar ose jo gjatë këtyre viteve dhe krijohet një antagonizëm. Por gjithashtu, përvoja këtu, historia këtu ka treguar që po këto figura që në një moment të caktuar mund të jenë në kulmin e përplasjes, pas një periudhe të caktuar edhe mund të bashkëpunojnë. Për shembull, shumë vite më përpara do të duke e pa imagjinueshme që Menduçaçi dhe Ali Ahmeti të dilnin bashkë, para 4 viteve ata u bën një koalicion dhe ishin bashkë, tani nuk janë më, ose figura të tjera që janë ndarë dhe janë bashkuar. Këto janë lojat e kontekstit politik që për momentin me të drejtë ju vini re që ka një lloj antagonizmi, sepse bloqet janë të tilla të ndara në dy pjesë, por nuk është çudi pastaj pas zgjedhjeve dhe pas tensionit të ketë edhe një ndryshim konfiguracion të gjithë këtyre bashkëpunimeve dhe komunikimeve. Dua që të kuptoj vetëm një element që mbase në Shqipëri, por edhe në Kosovë kemi pak më vështirë për ta perceptuar. Cili është qasja, imazhi apo mbresa që lë kur zëvendës kryeministri Arben Fetaj, përtej asaj që përfaqëson në nivel politik, është numri 2 i qeverisë, ka një gjuhë apo një lloj reagimi, po marr një eksponent politik, zotin Ali Ahmeti nga BDI, shumë të ashpër, nuk po kaloj në nivele të tjera, por shumë të ashpër. Unë para pak ditësh e kisha në program dhe pati se ashtu si në rrjetet sociale dhe në programin tim, ishte i ashpër edhe ishte shumë kritik për mënyrën se si ka vepruar politikisht zoti Ahmeti dhe ku është sot dhe si doli nga këto zgjedhje. Si shikohet nga qytetarët jo të Shqipërisë, po më shumë se sa nga faktori Maqedonas atje kjo lloj gjuhe? Shikoni, figura e Ali Ahmetit në një farë mënyrë është në fokusin e debatit politik në Maqedoninë e Veriut për disa arsye. Në kontekstin shqiptar, për faktin se BDI ka qenë në qeverisje gati 20 vjet dhe kur je me një pushtet të tillë, sigurisht që bihesh në shenjestër më tepër. Subjektet e tjera kundërshtare, pa diskutim, duke vënë në shenjestër BDI-n dhe Ali Ahmetin, mundohen të bindin qytetarët se në fakt opsionet e tyre janë më të favorshme. Kjo pak lidhet edhe me ndryshimin e gjeneratave dhe brezave, sepse megjithatë Ali Ahmeti është si politikan i një brezi tjetër, i një qoftë edhe moshe, apo jo thjesht vetëm si një kontekst politik momental. Nga ana tjetër kemi figurat politike që gjithë betejën e tyre e bën dhe mundohen të përfitojnë tek qytetarët
duke e sulmuar BDI-n dhe sigurisht meqense Ali Ahmeti është në krye të BDI-s ndër këtyre viteve, ai vihet në shenjestër të këtyre kritikave. Ka dhe një arsye tjetër sepse shpesh politikanët e BDI-s që kanë qenë, si me thënë, nën ombrellën e Ali Ahmetit, me vetë deklarim ka sugjeruar që ata mbështesin atë, që vendimet janë të marra prej tij, që gjithçka është bërë në koordinim prej tij, dhe sigurisht kjo disi e lehtëson opozitën, subjektet e tjera, jo domosdoshmërisht opozitën, që ta sulmojnë Ali Ahmetin dhe BDI-n, meqense është, si me thënë, personi kyç i asaj partie. Kështu që në këtë kontekst duhet parë kjo lloj skene, si të them, ose ky lloj debati mes shqiptarësh. Në kontekst pastaj të subjekteve maqedonase, për një pjesë të madhe të maqedonasve, Ali Ahmeti dhe BDI-ja përfaqëson UÇK-n dhe këtu emocioni maqedonas është më i fortë, ngrihen tonet nacionaliste, sepse shpesh sa herë që kritikohet BDI-ja, në fakt presupozohet që kritikohet një periudhë e cila e lëkundi Maqedoninë, por edhe ndryshoi në kontekstin se si e shohin maqedonasit. Pra, mund të themi që zoti Ahmeti po mban një peshë mbi supe që nuk i takon, apo po sulmohet për të shkuarën e tij aq më tepër me këtë element shumë të rëndësishëm, apo me këtë periudhë shumë të rëndësishme besoj dhe tjetës së tij? Po shikoni tani, nëse i bën një vlerësim figurës së tij, pa diskutim që në periudha të caktuara historike roli i tij ka qenë kyç për të krijuar një Maqedoni që ne e jetojmë sot. Problemi është që jo të gjithë maqedonasit e pranojnë këtë realitet. Përtej politikës të përditshme apo zyrtarëve të BDI-s që disa herë janë përfshirë edhe në afera korruptive etj. Kjo është një element tjetër që pa diskutim është për të kritikuar. Por nëse shohim tablon ndër vite, siç e bëni ju pyetjen, sigurisht që figurat politike janë më komplekse se sa debati aktual që bëhet për zgjedhjet lokale. Por e vërteta është që një pjesë e madhe e opinionit maqedonas e ka të vështirë ta pranojë këtë realitet ose e lidh me privilegjet që ju ka dhënë shteti, sepse nëse shohim historinë, shqiptarët reaguan dhe tentuan apo ta ndryshojnë Maqedoninë, kushtetutën, konflikti që ndodhi dhe e gjitha për shkak të diskriminimit që ekzistonte. Tani debati është mes shqiptarësh, për shembull, nëse shqiptarët kanë marrë atë që duhet apo ka ende për të marrë sa duhet, kurse për maqedonasit në përgjithësi, për një pjesë e madhe dërmuese të maqedonasve, ideja është që shqiptarët kanë marrë më shumë se ç'duhet dhe këtë nocion, këtë përshtypje e përshfaq më qartë Ali Ahmeti dhe gjithë veprimtaria e tij. Një element fundit është se krerët e partive politike shqiptare në këtë fushat zgjedhore për zgjedhjet vendore, për zgjedhjet lokale, atje kanë premtuar çështjen e platformës për përfaqësim etnik, për barazi, aq më tepër në rrugën e saj të integrimit që ishte një rrugë së bashku me Shqipërinë, por u nda se pati problematika të shumta, u nda për faktorin bullgar, u nda për çështjen e gjuhës. Pra, sa do të jenë në gjendje që krerët e partive politike shqiptare për atë që kanë bërë apo për votat që kanë marrë, të çojnë besimin e premtimet e tyre që kanë dhënë në vend? Shikoni, fushata ishte lokale, por disa herë tentovej që temat të jenë edhe të një karakteri më nacional, siç edhe i përmendet dhe ju, dhe këtu edhe dallonte. Përfaqësuesit e Vlenit thonin se ne jemi në zgjedhje lokale dhe duhet folur për problemet më bazike të qytetarëve, siç është asfaltimi i rrugëve apo ujësjellësia. Për secilën nevojë që ka një bashki respektive. Kurse për AKI-në që drejtohet nga BDI-ja, ideja ishte se nuk bëhet fjalë vetëm për asfalt, por në fakt bëhet edhe për strategjinë kryesore të shtetit, sepse ka një largi, siç edhe konstatuat ju, nga rruga për Bashkimin Evropian. Mendoj që
elektorati shqiptar, pavarësisht se si ka votuar në këto zgjedhje, ose kë nga partitë ka votuar, çështja e integrimeve për ta është parsore. Dhe mendoj që pasi të mbarojnë zgjedhjet lokale përsëri do të jetë presioni, qoftë ndaj subjekteve të vlenit, ndaj eksponentëve të vlenit, qoftë ndaj eksponentëve të AKI-s, që të bëhet më shumë drejt rrugës së integrimeve. Këtu për shqiptarët ekziston ndjesia se ne tani po shkëputemi nga treni i përbashkët i integrimeve, dhe sigurisht që kjo do të bëj një trysni nga subjekteve politike. Por paralelisht me këtë, këtu po aq të gjithë e dinë që VMRO dhe PMN-ja nuk do të lishoj pe sa i përket çështjes me bullgarët, ose siç thonë ata, nëse nuk marrin një garanci nga Bashkimi Evropian që nuk do të ketë kërkesa të tjera nga Bullgaria, dhe ngërçi këtu do të vazhdojë. Por ndjesia e përgjithshme për këtë kontekst është që Maqedonia po mbetet mbrapa. E qartë. Ju falenderoj shumë për kohën dhe jeni gjithmonë i mirëpritur në Euronews për të folur për aktualitetin politik në Maqedoni. Faleminderit dhe ju. Shkëputemi për pak moment.